u dëgjua në Teheran herët të shtunën dhe re të dendura tymi u pan mbi disa pjesë të qytetit. Pasi SBA dhe Izraeli ka nisur atë që është quajtur sulm parandalues kundër Iranit. Sulmet fillestare kanë vrarë dhe kanë plagosur dhjetra pjesëtar të Gardës Revolucionare, përfshirë staf kyç operacional. Irani i është përgjigjur sulmeve duke goditur bazën ushtarake amerikane në Bahrein, ndërsa shpërtime janë dëgjuar në të gjithë shtetet e Gjirit Arab. Bahreini, i cili e ka njohur Izraelin, i përshkroi ato si sulme të pabesa, që përbëjnë kërcënim të drejt për drejt për sigurinë e vendit. Të paktën një person është vrarë në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, nga raketat e lëshuara nga Irani. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, që është një aleat i Izraelit në rajon, ka njoftuar se mbrojtja ajrore ka kapur me sukses një numër të raketave. Irani ka njoftuar se ka sulmuar edhe bazën ajrore amerikane Al Udeid në Katar dhe bazën ajrore Al Salem në Kuvajt. Raketat iraniane kanë goditur edhe Izraelin, i cili shpalli një gjendje të jashtëzakonshme, të posaçme dhe të menjëhershme në të gjithë vendin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bashkë me SBA-n synojnë të eliminojnë atë që ai e përshkroi si një kërcënim ekzistencial të paraqitur nga regjimi iranian. Pas Netanyahut ka reaguar edhe presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili deklaroi se SBA gjithashtu ka nisur operacione të mëdha luftarake kundër regjimit iranian. Trump bëri një numër pretendimesh dhe parashikimesh të tjera pa asnjë provë konkrete. Ata kur nuk do të kenë një armë bërthamore. Ky regjim së shpejti do të mësojë se askush nuk duhet të sfidojë forcën dhe fuqinë e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara, deklaroi Trump. Sulmet vijnë ndërsa bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit për programin bërthamor të Iranit kanë qenë në vazhdim në ndërmjetësimin e Omanit. Qershorin e kaluar, SBA-ja goditi 3 objekte bërthamore iraniane gjatë luftës 12 ditore Izrael-Iran.